Gjithçka ndryshon për mirë, ja 3 shenjat më me fat të javës Akrepi. Kjo është java më me fat e vitit për ty, mos e lër të shkoj dëm. Ajo që zgjedh tani do të jetë ajo mbi të cilën do të ndërtosh perspektivat e tua deri në vitin 2026, kështu që nuk është koha për dyshime. Prandaj, lër instiktet e tua të udhëheqin dhe ec përpara. Jeta e re nuk do të pres për gjithmonë. Gjithçka ndryshon nga personale në profesionale. Është koha të shkëlqesh dhe të zgjedhësh të jetosh jetën që gjithmonë ke dëshiruar. Shigjetari. Jini të hapur për mundësi të rritjes. Kjo periudhë do të jetë periudha e udhëtimit dhe bëllëkut. Me Marsin në Virgjëresh deri në gusht, shumë nga këto tema do të lidhen me punën tuaj dhe do të manifestohen në mënyra pozitive. Në 23 qershor hyn në një periudhë të mbar, ndërsa fillon një kapitull të ri. Kjo do të ndikojë pozitivisht në karrierën tuaj dhe do të sjellë një ndryshim vendbanimi. Lërini pas frikrat dhe hezitimet dhe merrni vendimin e madh. Duhet përfitoni nga favori i fatit ndaj të guximshmëve. Është koha për të prekur ëndrat tuaja dhe për t'i arritur ato. Luani, investimi në veten tuaj është gjëja më e mirë që mund të bëni në këtë fazë. Suksesi dhe pasuria kërkojnë punë dhe nuk vijnë lehtë. Rruga drejt rezultatit të dëshiruar do t'ju ndihmojë të menaxhoni parat dhe lavdin që ëndërroni. Mos prisni vetëm fatin, por shfrytëzoni kohën për të investuar në veten tuaj dhe në atë që ëndërroni. Është e vërtetë, por ja vlen. Dhe ta kuptoni në fund, Mërkuri dhe Luani formojnë një trekëndësh të dyfisht me Saturnin dhe Neptunin në dash të dielën në 29 qershor dhe kjo ju ndihmon të formoni një plan kaq të përsosur sa vështirë se do të shtoj.